Reforma në legjislacionin e punës dhe harmonizimi I sistemit arsimor me tregun digjital janë çështjet kryesore që u prezantuan nga Ministri I Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi në konferencën ndërkombëtare të punës që po mbahet në Gjenevë. Këtu Durmishi vuri theksin te roli I Këshillit Ekonomiko-Social si organ ku kërkohet konsenzus për marrëveshjet kolektive në sektorin publik. Sipas paralajmërimeve, prioritetet e ardhshme të dikasterit të ekonomisë dhe punës do të lidhen me zbatimin e masave aktive për punësimin e të rinjve, si dhe me përforcimin e mbrojtjes ligjore të drejtave të punëtorëve. Po ashtu potencova që kemi program që do të nënshkruajmë në organizatën ndërkombëtare të punës për punë të dinjitetshme, ku do të zgjasë prej vitit 2024 deri në vitin 2030 për të përgatitur gjithë të rritet të reja dhe të gjithë qytetarët që duan të punësohen për të bërë ballë sfidave që I kanë nga tregu I punës dhe të jenë më konkurrues, më konkretisht zhvillimi që ndodh në inteligjencën artificiale dhe që ndodh në tranzicioni në ekonominë e gjelbërt. Kryetari I lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, tha se takimet të tilla janë të rëndësishme për ta, pasi kjo është mënyra se si duhet të диалогоhet. Тритипното социјално партнерство, социјалниот диалог меѓу владата, работодавачите И синдикатите е исклучително значаен за унапредување на работничките права, за достоинствени услови за работа И за овозможување на достоинствена плата. Највисокиот состанок кој може да се одржи во светот се одржува тука во Женева. Меѓународната конференција на трудот е нешто каде што се собираат владите, работодавачите И синдикатите од целиот свет да дискутираат за многу битни прашања за работниците, како за работодавачите, така и за владата. Sinkronizimi I hapave mes qeverisë, sindikatave dhe punëdhënësve jo vetëm që garanton paga më të larta dhe stabilitet për punëtorët, por përmes programeve të reja digjitale po krijon një treg pune modern, të sigurt dhe mjaft tërheqës për të mbajtur të rinjt në vend.